Sot jemi këtu për një tjetër ndalesë të rrugës përbashkët që lidhet me zbatimin e planit të ri të rritjes. Një plan I cili po ecën si duhet dhe po na afron për të më shumë me Bashkimin Evropian. Ne jemi shumë krenar sepse kemi praktikisht përmbushur deri tani të gjitha pikat për zbatim dhe vazhdojmë me pikat e tjera sipas kalendarit, kur nuk kemi qenë më afër realizimit të një aspirate shumë shekullore, do thosh. Dhe nga ana tjetër më vjen mirë që ka një atmosferë të përditshme pozitive në këtë drejtim. Sa afër mendoni që do të finalizohet gjithë procesi? Jemi shumë afër, nuk kemi qenë asnjëherë më afër, jemi shumë afër dhe besoj shumë që ne do t'i përmbushim gjitha detyrimet tona, siç kemi parapare dhe afatet me Komisionin Evropian dhe plani përbashkët do të realizohet plotësisht. Për herë të parë në historinë e Evropës, nëse e bëjmë siç duhet procesin e zgjerimit, mund të arrijmë bashkimin e Evropës tonë. Dhe një Evropë nuk mund të jetë e bashkuar pa Ballkanin Perëndimor. Dua të jem e qartë. Sot ekziston një konsensus I qartë në favor të zgjerimit. Kjo nuk ka qenë kështu në të kaluarën, por dritarja e mundësisë mund të mos jetë aty gjithmonë. Jemi dëshmitar të një progresi të dukshëm. Shqipëria ka hapur 3 grup kapituj gjatë 6 muajve të fundit. Ju falenderoj për rolin dhe kontributin tuaj në suksesin e këtij procesi të zgjerimit. Nëse vazhdojmë kështu, mund të arrijmë të hapim të gjithë grup kapitujt brenda këtij viti. Mezi pres që të festojmë së bashku hapjen e grup kapitullit të fundit në Vjeshtë. Ky është një mjet për t'ju ndihmuar me reformat e rëndësishme, të cilat janë të domosdoshme edhe për t'ju përgatitur për anëtarësim. Njëkohësisht, ky plan ju mundëson që qytetarët dhe bizneset tuaja të përfitojnë nga tregu unik I BE-s në kushte të barabarta me vendet anëtare.